muaj mëshirës dhe i faljes. Ai vjen për të na pastruar zemrat dhe për të na mësuar disiplinë. Por sprova e vërtet fillon pas përfundimit të tij. A do t'i ruajmë frytet e Ramazanit edhe gjatë gjithë vitit? Ramazani na mëson disiplinë, durim dhe afrim me Allahun. Detyra jon është që këto vlera t'i ruajmë edhe pas tij me namaz, dua dhe moral të mirë. Devotshmëria nuk mjaftohet vetëm gjatë Ramazanit. Edhe nëse është pak por e vazhdueshme, është më e dashur tek Allahu se sa shumë por e përkohshme. Ashtu siç pejgamberi alayhis salam në këtë hadith thotë, veprat më të dashura tek Allahu janë ato që bëhen vazhdimisht edhe nëse janë të pakta. Ky hadith na mëson se ruajtja e fryteve të Ramazanit bëhet me vazhdimsi në adhurim, namaz të rregullt, lexim të Kuranit dhe dua të përditshme. Ramazani është muaji i edukimit shpirtëror, ku mësojmë durimin, vetëpërmbajtjen dhe afrimin me Allahun. Por vlera e Ramazanit nuk përfundon me mbarimin e tij. Ajo duhet të vazhdojë gjatë gjithë vitit. Shenja e pranimit të Ramazanit është përmirësimi i moralit dhe largimin nga mëkatet. Kjo është një arsye shumë e fortë që na vetëdijson për ruajtjen e fryteve të Ramazanit, duke vazhduar me këmbgulsi në adhurime dhe ibadete edhe pas tij. Pra, ajo që na motivon që ritmin në adhurimeve dhe ibadeteve që i bëjmë gjatë Ramazanit t'i vazhdojmë gjatë gjithë vitin, është se shtimi i imanit, përmirësimi i moralit janë shenja që Ramazani ynë është pranuar. Këtë e kanë thënë edhe dietarët e mëdhenj të Islamit, si Imam Hambeli e të tjerë duke theksuar. Kush e bën një vepër të mirë, pastaj e pason atë me një tjetër vepër të mirë, kjo është shenjë se vepra e parë është pranuar. Se kushti i të qenurit i devotshëm dhe meritor për falje dhe shpërblim te Allahu nuk plotësohet me adhurime dhe ibadete vetëm gjatë muajit të Ramazanit, por duhet të jemi të përkushtuar ndaj obligimeve gjatë gjithë vitit, ka argumente të shumta. Siç është edhe ky hadith ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush agjeron Ramazanin dhe e pason atë me 6 ditë nga Shevali, është sikur të ketë agjeruar gjithë vitin. Kjo tregon se për ta plotësuar kushtin e të qenurit i devotshëm dhe meritor për faljen dhe shpërblimin e Allahut, duhet të jemi të përkushtuar ndaj obligimeve gjatë gjithë vitit. Allahu thotë: "Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja." E lutim Zotin e botëve që të na forcojë në rrugën e tij, zemrat tona të jenë të mbushura me iman dhe të jemi të përkushtuar ndaj urdhrave të Zotit çdo ditë derisa të na vijë vdekja. Falenderojmë Zotin për muajin e mëshirës, Ramazanin, si mundësi për përmirësim dhe reflektim për gjithë vitin.